Shqipëria është gati për sfidën e madhe të grupit K të kualifikueseve për kampionin botror të futbollit. Rivali i tyre është Serbia. Ballafaqimi luhet të shtunën e 7 qershorit në stadiumin Air Albania në Tiranë. Mediumi serb Informer e shqetëson një fakt dhe dhomotit kundër një vendimi të FIFA-s. Serbia do të përballet me një ferr në Tiranë. Kthes tronditse, ja çfarë u lejoi FIFA shqiptarëve 7 ditë para ndeshjes, është titulli i mediumit serb. Shtëpia e futbollit në botë i lejoi vendit pritës të ketë stadiumin e mbushur plot, edhe pse vendimi fillimisht ishte ndryshe. Shqiptarët u detyruan që të mbyllin 20% të kapacitetit të stadiumit kombëtar në Tiranë, por kjo nuk është më kështu. Lobimi vazhdueshëm në FIFA ka dhënë fryte dhe sipas mediave shqiptare, është dhënë drita e gjelbër që të hapet i gjithë stadiumi. Para vendimit të fundit, sektori i pasportës, kur zakonisht akomodohen tifozët më radikal të Shqipërisë, ishte i mbyllur. Megjithatë, ekziston tashmë frika se mund të ketë abuzime dhe se tifozët nga Kosova do të jenë në atë pjesë të tribunave. Tani është e qartë se Serbin e pret një ferr i vërtet në Tiranë dhe është e sigurt se fokusi nuk do të jetë vetëm te futbolli, por edhe te gjërat e tjera. Rreth 200.000 shqiptar kanë aplikuar për bileta dhe vetëm 22.000 prej tyre do të jenë në stadium, shkruan ndër të tjerash mediumi serb.